A e dini kush është profesioni më i kërkuar sot në Shqipëri? Dikur bëshin gjithë juristë, në biznesin, ekonomin, sot duke përjashtuar teknologjinë që është trend botror, profesioni më i kërkuar në Shqipëri është personal trainer. A e besoni dot? Jam me Silvën tek Ripiti, i cili akademinë e personal trainer. Silvi, është e vërtet që personal trainer është trendi kryesor sepse kështu na dilte në anketë? E vërtet, pa diskutim, personal trainer e pilates, fitnessin e përgjithësi është nga trendet më të mëdha që po shkon dhe imazh. Ka shumë kërkesë për personal trainer? Janë rrogat e larta? Janë rrogat, patjetër që është një punë shumë e paguar, patjetër. Sa shkojnë rrogat pak a shumë apo? Që gjithë personal trainer sot paguajnë me orë, sa më shumë orë pune, sa më shumë klient personal, sa më shumë klasa, sa më shumë intensitet. Ju sa veta diplomoni aktualisht? Ne tashmë nga 3 vite që kemi Heksagonin, kemi diplomuar 150 studentë. 150 për 3 vjetë, për personal trainer? Por, 100 të fundit i kemi bërë sezonin e kaluar. Certifikohen për të gjithë botën? Certifikohen për të gjithë botën, në certifikim. Pra me atë certifikat mund punosh kudo? Në SBA, në Europë, në Amerikë. Në Bashkimin Evropian, në botën arabe, kudo? Është një certifikat që njihet nga EREPS e Europe Active. Studentët zgjedhin disiplinën që duan, që është personal trainer apo pilates. Regjistrimet kanë nisur për këtë sezon në 21 shkurt fillon. Vendet janë limituara pa diskutim, se ne jemi detyruar që të jenë ka shumë kërkesë. Ka shumë kërkesë. Imagjinoni, nuk ka vende, i kanë mbyllur pra regjistrimet në kursin e tyre për personal trainer. Profesioni më i kërkuar së fundmi në Shqipëri. Këtë nuk e dija, këtu e mësova. Silvi, faleminderit.